Mbrëmjen e së entës së 14 majit, një patrullë e thjesht policie u ngjit në katin e 4 të një ndërtese të lartë në qendër të Durrësit. Shumë kush e njeh mirë atë apartament dhe punonjësit e policisë nuk e kishin as pak të vështirë. Është shtëpia e ish-ministrit të mjedisit, ish-deputetit dhe ish-kryebashkiakut të qytetit Lefter Koka. Patrulla kishte nduar një urdhër ekzekutimi të firmosur nga prokurori i posaçëm Dritan Prençi, i cili detyronte Kokën që të rikthehej në burg. Pak orë më parë, gjykata e apelit të posaçëm kishte vendosur se Lefter Koka, i lëruar nga paraburgimi në nëntor të vitit të kaluar, duhet të rikthehet në qeli. Ai duhet të vuajë edhe 6 muaj dënim me burg për atë që njihet si skandali i inceneratorit të Tiranës. Në derën e apartamentit shfaqen familjarë të Lefter Kokës. Ata informojnë punonjësit e policisë se kreu i familjes nuk gjendej në shtëpi. Për të paktën 2 muaj ai është jashtë Shqipërisë për arsye shëndetësore, siç i deklaruan policisë njerëzit e afërt të Lefter Kokës. Kjo nuk ishte as pak surprizë për patrullën, e cila bëri thjesht formalitetin e kërkimit në banesë. Disa javë më parë, gjykata e apelit të posaçëm bëri një shpallje publike për Lefter Kokën për një tjetër proces në zhvillim ndaj tij. Gjykata i përcolli postës shqiptare kërkesën për të njoftuar ish-ministrin e mjedisit se ndaj tij do të zhvillojë një seancë në gjykatën e lartë ku do të shqyrtojë rekursi i prokurorisë së posaçme kundër lirimit të tij të parakohshëm. Postieri i zonës nuk arriti të dorëzonte atë zarf pasi Lefter Koka rezultonte i larguar. Të afërm do t'i shpërndan në media informacionin se Koka gjendej jashtë Shqipërisë për arsye shëndetësore, arsye mbi bazën e të cilave ai fitoi lirinë e parakohshme. Nuk dihet nëse Lefter Koka do të rikthehet për të bërë edhe ato 6 muaj burgim. Për një njeri që qëndron më shumë se 4 vjet në burg, ndoshta nuk do të ishte shumë normale të refuzonte edhe ato pak muaj që i cakton gjykata e apelit të posaçëm, por referuar rasteve të ngjashme, ku përfshihet edhe ish-zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj, ndoshta Lefter Koka do të dëshironte të vionte lirinë jashtë Shqipërisë. Një liri të cilën e fitoi me manovra makiaveliste, një histori që e ka zanafillën në gjykatën e Durrësit. Në korrikun e nxehtë 2025 në gjykatën e Durrësit regjistrohet kërkesa e Lefter Kokës për lirimin para kohe nga burgu. I arrestuar që në dhjetor të vitit 2021 ai ishte regjistruar formalisht si banor i përkohshëm i institucionit të ekzekutimit të veprave penale në Durrës. Megjithse, nuk ishte qëndruar asnjë ditë aty. I prangosur fillimisht për skandalin e inceneratorit të Elbasanit, Koka u mbajt për pak orë në paraburgimin e Tiranës dhe më tej u dërgua në një institucion të ngjashëm të Fier. Në qershor të 2024-s, ndërkohë që ishte rezident në burgun e Fierit, Lefter Koka shtrohet në spitalin privat Villa Maria, në autostradën Tiranë-Durrës për shkak të komplikacioneve shëndetësore. Ai vionte të ishte në spital kur 6 muaj më pas, në dhjetor 2024, atij pranohet kërkesa për transferim nga burgu i Fierit në atë të Durrësit. Letrat lëvizën mes institucioneve penitenciare, por Lefter Koka vjen të qëndronte në ambientet e spitalit privat i ruajtur nga disa punonjës të policisë së burgjeve, të cilët bënin shërbim roje 24 orë në derën e pavionit. Dhe si rezident i burgut të Durrësit, ai u drejtua gjykatës së qytetit bregdetar për lirim para kohe. Lefter Koka, i cili në atë kohë ishte dënuar me vendim të formës së prerë për skandalin e inceneratorit të Fierit me 6 vjet burgim, i kërkoi gjykatës të shqyrtonte kërkesën e tij, me që rezultonte se kishte shlyer 3/4 e dënimit së bashku me paraburgimin. Në kërkesën për lirim, Lefter Koka njoftonte gjithashtu gjykatën se ai kishte probleme të rënda shëndetësore, të cilat i rrezikonin jetën në vende të mbyllura. Para se të shqyrtonte kërkesën, gjyqtari i çështjes, Xhevdet Lika, administroi kartelën shëndetësore të Lefter Kokës. Sipas dosjes së burgut të Fierit, e cila ishte eksportuar e plot në burgun e Durrësit, rezultonte se i dënuari Lefter Koka është 61 vjeç, duke marrë në konsiderat historikun e gjatë mjekësor të sëmundjeve arteriokoronare, gjendjen aktuale klinike, parametrat jetik, gjendja e tij është veçanërisht e rëndë dhe me rrezikshmëri të lartë për jetën. Sipas institucioneve të vuajtjes së dënimeve penale, rreziku për Lefter Kokën shtohej edhe nga historiku familjar, pasi një nga vëllezërit e të dënuarit ka pasur të implementuar stent në zemër dhe ka humbur jetën si pasojë e komplikacioneve kardiake. Raporti i përgatitur nga drejtoria e burgjeve dilte në konkluzionin se i dënuari ka nevojë për ndjekje të specializuar kardiologjike, monitorim të vazhdueshëm dhe akses të menjëhershëm në ndërhyrje invazive, diagnostike dhe terapeutike. Të shërbime nuk mund të garantohen në mënyrë optimale pranë IEVP-s, ku ndodhet aktualisht i dënuari. Gjyqtari i çështjes kërkoi një opinion të specializuar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore në Tiranë mbi situatën shëndetësore të Lefter Kokës.
Për të vlerësuar rastin, u ngrit një grup ekspertësh i përbërë nga doktor Ilir Deçolli, doktor Elton Serani dhe doktor Blerim Peli. Mjekët e imëlos konstatuan se i dënuari Lefter Koka vuante nga një sëmundje që quhet angina pectoris, e paqëndrueshme. Kjo lloj sëmundje është një gjendje paparashikueshme dhe nuk lidhet me ndonjë shkak të dukshëm, apo nga ana fiziopatologjike buron nga disa procese komplekse si çarja e pllakës aterosklerotike, mbyllja e pjesshme apo e plotë e arterës koronare, hipertension arteriale të tjerë. Sipas mjekëve, angina e paqëndrueshme është një moment shumë i rëndësishëm i sëmundjes së arterieve koronare, pasi ka tendencë të çojë pacientin drejt infarktit akut të miokardit apo të vdekjes, dhe për këtë arsye përbën emergjencë mjekësore. Mëtej akoma, simptomat e saj ndodheshin në mënyrë të rastësishme dhe të paparashikueshme, pa ndonjë shkak të dukshëm. Ajo ndodh shpesh edhe gjatë pushimit apo në gjumë. Komplikacioni kryesor i anginës së paqëndrueshme është pikërisht infarkti akut i miokardit. Ekspertët e mjekësisë ligjore, pasi kanë shqyrtuar kartelat klinike të Lefter Kokës, kanë arritur në konkluzionin se gjendja e tij është veçanërisht e rëndë dhe se sëmundjet e tij nuk mund të kurohen në kushtet e paraburgimit. Referuar shqyrtimit të dokumentacionit mjekësor, kartelave klinike, ekzaminimit objektiv dhe konsultave specifike, rezulton se gjendja aktuale shëndetësore e të hetuarit është veçanërisht e rëndë. Sëmundjet nga të cilat vuan shtetasi nuk mund të kurohen në kushtet e paraburgimit në ambientet e IEV-POS ku ai ndodhet. Ky raport ishte një element shumë i rëndësishëm në favor të Lefter Kokës. Mëtej, në kërkesën për lirim të parakohshëm, ai bëri edhe një premtim gjykatës se do të riintegrohej përsëri në shoqëri dhe në punë, sapo të dilte nga burgu. Nëpërmjet një deklarate notariale, Koka njoftoi gjykatën se do të punësohej si administrator në kompaninë Wind & Co, në zotërim të bashkëshortes së tij. Nëse më pranohet kërkesa, garantoj se do të respektoj me përpikmëri detyrat që do të më ngarkohen në punë, shkruante Lefter Koka në deklaratën notariale. Për gjykatën e Durrësit, kjo deklaratë dëshmonte se punësimi menjëhershëm i Kokës pas lirimit përbënte një tregues të fuqishëm të dënuarit për të përfshirë në aktivitete të ligjshme. Të dhënat e konsultuara nga redaksia në Qendrën Kombëtare të Biznesit tregojnë se Lefter Koka nuk është punësuar pas lirimit në pozitën e administratorit të shoqërisë. Gjykata e Durrësit në shqyrtimin e kërkesës për lirim para kohe të Lefter Kokës ka shqyrtuar edhe kartelën e tij të sjelljes dhe personalitetit. Sipas gjykatës, në jetën e lirë, i dënuari ka mbajtur pozicione të rëndësishme drejtuese në nivelet të larta vendimarrëse, çka dëshmon për një formim të pasur profesional, shoqëror dhe kulturor. Ai zotëron kualifikime të ndryshme dhe për shkak të eksperiencës së tij të mëparshme ka deklaruar se nuk ka pasur të nevojshme përfshirje në programet e formimit profesional të ofruara nga institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale. Në vlerësimin e gjykatës, kryerja e detyrave të rëndësishme publike nga Koka si kryetar bashkie, ministër dhe deputet, si dhe dekorimi me titullin qytetar nderi i Durrësit janë tregues se një personaliteti me lidhje të forta me komunitetin dhe me ndjenjë përgjegjësie qytetare. Pas këtyre vlerësimeve pozitive, njeriu që deri në atë moment kishte mbi kurriz 3 dënime jo përfundimtare për skandalet e 3 incineratorëve, merr viston nga gjyqtari Xhevdet Lika për lirim para kohe me kushte, për dënimin që kishte marrë për skandalin e Fierit. Megjithatë, Lefter Koka nuk u lirua në korrik 2025. Ndaj tij ishte akoma në fuqi një masë sigurie arrest me burg për skandalin e inceneratorit të Elbasanit. Në nëntor 2025, Lefter Koka bën një kërkesë pranë prokurorisë së posaçme, në të cilën kërkon shpalljen e përfunduar të afateve të paraburgimit për aferën e Elbasanit. Gjykata e refuzoi këtë kërkesë pasi sipas llogarive paraburgimi përfundonte pas disa ditësh. Në dhjetor të vitit të kaluar, Koka i drejtohet sërish gjykatës së posaçme për ta liruar nga paraburgimi. Kësaj radhe, kërkesa e tij u gjet e drejtë. Në 11 dhjetor 2025, ai lirohet përfundimisht nga qelia, megjithëse nuk i kishte ende të mbyllura llogaritë me drejtësinë. Prokuroria speciale nuk ishte as pak dakord me lirimin e tij dhe ankimoi vendimin në apelin e posaçëm. Trupa gjykuese e apelit në shkurt 2026 la në fuqi vendimin në favor të Lefter Kokës, duke lëshuar edhe një seri kritikash ndaj prokurorit të çështjes për mënyrën se si e kishte zbatuar ligjin procedurial. Paralel me këto zhvillime, Lefter Koka duhet të përballet në gjykatën e apelit të posaçëm dhe me një ankimim të prokurorisë që kundërshtonte dënimin e tij me 2 vjet burg, një dënim që rezultonte i shlyer me paraburgimin. Apeli i posaçëm vendosi se Lefter Koka duhet të vuajë edhe 6 muaj të tjerë burgim për atë aferë, por ai nuk u gjet në shtëpi, pasi familjarët thonë se është larguar jashtë vendit për trajtim shëndetësor.